Dita e dasmës është një ditë shumë e bukur që mbetet në mendje për të gjithë, sidomos për vajzat. Por sa po fillojnë përgjegjësitë, atëherë duket sikur fillojnë dhe stuhit në martesë. A e dini se terapia e çifteve është diçka shumë e rëndësishme para dhe pas martese? Për të mësuar më shumë për këtë, na ndiqni në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Mikesha të dashura, faleminderit që jeni duke na ndjekur në këto momente dhe shpresojmë dhe lutemi që përmes programeve tona ju të inkurajoheni dhe të merrni mesazhe që t'ju shoqërojnë jetën tuaj të përditshme ndërsa përballeni me probleme apo me vështirësi të ndryshme. Unë jam Marta dhe kam kënaqësinë që të kem sot në studio zonjën Alma Ivanaj, psikologe pranë Tirana Counseling Center. Alma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën tonë. Mirë si u gjeta, faleminderit ju për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi. Ne kemi diskutuar për çështje të ndryshme me drejtuesen e qendrës suaj, zonjën Dien Sula, dhe sot unë të kam ftuar në studio për një temë që është specifike. Pra, ka të bëjë me terapinë për çiftet. Dhe dua që të ndalemi në gjëra specifike në lidhje me këtë temë, që dëgjueset jo vetëm të kuptojnë se çfarë është terapia në çifte, nëse ka nevojë, por ndërkohë edhe të dinë që pranë qendrës suaj kanë një portë të hapur për këshillim. Kështu që pyetja e parë që doja të bëja për ta qartësuar edhe për dëgjueset është çfarë është terapia e çifteve? Çfarë përfshin një seancë terapie për çiftet dhe cilat janë qëllimet kryesore të kësaj terapie? Terapia e çifteve është një proces që ndihmon partnerët të shprehin, të kuptojnë dhe të komunikojnë më shumë me njëri tjetrin. Pra në terapi ata vinë edhe për shkak të disa problematikave që mund të kenë ndodhur më përpara, që kanë disa zënka ose keq kuptime, vinë në terapi dhe në këtë formë ata mund të sjellin shqetësimet e tyre në një mënyrë më të thjeshtë dhe më të kuptueshme. Çfarë përfshin një seancë? Një seancë përfshin marrjen e një informacioni të përgjithshëm se si ata janë, se si ata janë njohur, se si është gjendja e tyre momentit, edhe disa pika ku duhen të arrijnë gjatë seancës këshillimit. Dhe në bazë të kësaj ju pastaj vendosni terapinë që duhet të ndiqni? Po, në bazë të kësaj ne vendosim pastaj se çfarë është më e përshtatshme për këtë çiftin që ne të ecim përpara. Cilat janë disa nga arsyet më të zakonshme që i shtyn çiftet të kërkojnë ndihmë? Në fakt, çiftet kanë pak vështirësi për të kërkuar ndihmë. Pra, zakonisht vinë kur gjërat kanë arritur pak në gjendje të agravume. Gjendja është rëndu pak, komunikimi mungon, duke që kanë krijuar një distancë mes njëri tjetrit, dhe zakonisht ajo këshillohet nga disa miq, një person i tretë ju jep një nxitje ose një shtysë që ata kanë nevojë për një terapi çifti, edhe kur ata vinë, pastaj kuptojnë më shumë nevojën që ata kanë. Dhe si ndihmon terapia në këtë drejtim? A mund të ndani ndonjë rast nga përvoja juaj, pa përmendur emra sigurisht? Pa përmendur emra, un kam një rast, do ta them të suksesshëm, në fakt të një çifti që ishin në prag divorci, por një person i tretë ju dha si një sugjerim që duhet vinin në këshillim, edhe për shkak se ata të dy kishin kuptuar problematikat e tyre, dhe ata nuk po fajsonin më njëri tjetrin, por erdhen për të provuar, për të pas një shans në këtë marrëdhënie dhe një herë të japin vetes për shkak të fëmijëve që kishin. Edhe rezultoi shumë e suksesshme për shkak se ata nuk po fajsonin më, po secili po pranonte pjesën e vet edhe do t'rregullonin secili veten e vet. Dhe kjo është rasti më i mirë dhe më i suksesshëm që një çift mund të ecin përpara, duke e kuptuar veten e vet, edhe duke dëshiruar që të përmirësojnë veten e vet në këtë marrëdhënie, dhe jo duke dëshiruar që të përmirësojnë partnerin ose partneren. Pra duke evidentuar realisht se cili është problemi dhe çfarë mund bëjë secili nga partnerët. Po, kjo ishte një rast shumë i suksesshëm, çifti jo vetëm që u ripajtuan, po dhe po ecin shumë mirë dhe janë duke përfunduar terapinë, le të themi, sepse gjërat po shkojnë mirë. A është e zakonshme që njëri partner të jetë më i motivuar për të shkuar në terapi se tjetri? Dhe a janë gjithmonë të dy bashk në terapi zakonisht, apo ka raste kur flitet veçmas me secilin nga partnerët? Gjithmonë, si në çdo fushë tjetës një çiftit, njëri nga partnerët është më i motivuar për një gjatë.
caktuar. Dhe në këtë rast, njëri nga partnerët është më i motivuar për të marrë këshillim, edhe duke që është nxitje edhe për partnerin tjetër. Për shkak se ata duan që t'i përmirësojnë gjërat, vinë të dy bashkë, edhe gjatë kohës pastaj që janë terapi, të dy mund të motivohen njësoj dhe mund të përfshihen njësoj. Ndërsa për sa i përket pjesës së dytë të pyetjes, ka momente që na duhet që t'i ndajmë edhe të kemi një bisedë personale me secilin. Pra ka disa raste që duhet të kemi biseda veç e veç. Por gjithmonë kjo bëhet me komunikimin dhe me informimin e të dy palëve. Pra që kjo seancë do t'i përkushtohet njërit nga partnerët për një arsye që ne e dim, të tre e dim. Ka raste kur vjen vetëm njëri partner dhe tjetri nuk përfshihet fare në terapi. Kjo nuk quhet terapi çifti, pastaj është terapi individuale, sepse ne nuk mund të punojmë për të përmirësuar personin tjetër, por thjesht punojmë për të përmirësuar vetëm personin që ka në terapi. Edhe quhet terapi individuale, nuk mund të jetë çifti, po e ndihmojmë për marrëdhënien e tyre në çift patjetër, por nuk mund ta quajmë terapi çifti. Kam pasur sukses për shembull këto seancat individuale që ju bëni kur bëhet fjalë për marrëdhënie në çift, po është vetëm njëri që merr pjesë. A kam pas rezultate të mira për sa i përket lidhjes me partnerin tjetër? Patjetër gjithmonë ka një progres kur dikush është në terapi, pavarësisht se me kë i ka marrëdhënie, gjithmonë ka marrëdhënie edhe me një tret, pra ka nevojë që të mësoj diçka ose të përmirësohet edhe në marrëdhënie me një tret, edhe në këtë rast për terapinë e çiftit ka sukses sepse personi që vjen këshillohet, mësohet edhe fuqizohet për të përballë me situatat që ka, por gjëja kryesore që unë mendoj që ne kemi edhe si shqiptarë që kemi nevojë të mësojmë të komunikojmë edhe të shprehim nevojat tona pa fajsu personin që kemi përballë. Pra, zakonisht quhet edhe si një psikoedukim që i nxisim të themi që unë ndjehem kështu. Për shkak të kësaj gjaje unë ndjehem që kam këtë nevojë, unë ndjehem edhe në këtë mënyrë nuk kërcënohet personi që kemi përballë. Përgjatë këtyre viteve që Tirana Counseling Center ka qenë aktive, ka vazhduar të punojë intensivisht në lidhje me problemet e shëndetit mendor. A vini re një ndryshim të numrit të çifteve që marrin pjesë në terapi apo në faktin se sa të hapur janë çiftet për të marrë pjesë në terapi? Pra, ka ndonjë ndryshim nga fillimi? Patjetër që ka ndryshim. Unë kam në terapi edhe çiftet krishtera dhe jo të krishtera. Edhe zakonisht kur ato kanë marrë një përfitim për veten e tyre, sugjerojnë tek miqt, tek njerëzit e tjerë rreth e rrotull dhe patjetër që ka një shtim, ka një ndërgjegjësim, që ata e kuptojnë që ndonjëherë thjesht s'po gjejmë gjuhën e duhur dhe kena nevojë për një palë të tretë për të na orientuar në këtë marrëdhënie ose këtu ku ne kemi ngecë. A mund të përfshihet në terapinë e çifteve edhe çifte që nuk janë martuar ende, akoma nuk kanë filluar të jetojnë bashkë? Po, edhe ajo quhet mund ta quajmë këshillim paramartësor ose këshillim për çiftet, patjetër. Dhe ju e bëni këtë? Po, e bëjmë sepse ato kanë nevojë të mësojnë aq më mirë biles që të mësojnë më përpara që janë duke jetuar bashkë. Pritshmëritë, pritjet, mënyrën se si i kuptojnë gjërat secili nga partnerët, kështu që është gjithmonë është më e mira, sa më herët. Jemi rikthyer në studio me Kesha të dashura në programin Shpresë për ty. Jemi duke folur sot për terapinë e çifteve me zonjën Alma Ivanaj, psikologe pranë Tirana Counseling Center. Pyetja tjetër me cilën do doja të vazhdonim programin, Alma, është sa kohë zgjat një proces tipik terapie në çift? A jep psikologu këshilla, në thonjza, apo më tepër udhëheq çiftin për të gjetur zgjidhje vet? Pra si funksionon? Një terapi në çift mund të zgjasin disa muaj, edhe pra përcaktohet në bazë të asaj që ne duam të arrijmë si çift, që e vendosim bashkarisht, po mund të jetë minimalisht nga 6 javë pastaj deri në disa muaj. Kjo varet nga ecuria, nga përkushtimi, nga serioziteti që do t'i marrin, detyrat që u jepen, është pak a shumë në dorë të dy palëve. Unë jam psikologe këshilluese dhe patjetër që i ndihmoj për të kuptuar atë çfarë është më e mira për ta. Pra mund të themi që i këshillojmë në një mënyrë shumë të lehtë që e mira është që ata ta gjejnë rrugën vetë, ata duhet ta gjejnë rrugën, ata duhet ta gjejnë atë çfarë vlen dhe duhet më mirë për ata si çift, po patjetër që i ndihmojmë për të arritur një këshill të mirë. Pra mënyrën se si do të funksionojë më pas, çiftet mund ta përcaktojnë vetë në kuptimin me drejtimin tuaj, patjetër? Po. Ne i orientojmë duke thënë. E njëherë mund të jetë shumë e lehtë me dhënë këshilla, edhe unë mund ta di se çfarë duhet për një çift që kam përballë.
por mirë është kur ata e kuptojnë vetë dhe e pranojnë edhe e zgjedhin edhe pastaj kjo mund të aplikohet shumë mirë në vazhdimsi kur e gjejnë vetë. Kjo është çelësi, mund të themi. Pra është një lloj bashkëpunimi i ndërsjellë, si thua, midis çiftit dhe psikologut, këshilluesit. Po. A trajtohen në terapi temat si xhelozia, mungesa e intimitetit, tradhtia apo ndarja e roleve në familje? Pra cilat janë temat që mendoni se prekin më shumë çiftet në kohët e sotme? Në kohët e sotme unë do të veçoja ndoshta 2 prej tyre që trajtohen më shumë dhe që i prekin dhe ata i sjellin është ndarja e roleve, pra duke që ka një konfuzion, disa herë ka kërkesa jo shumë të qarta dhe jo shumë të pranueshme nga pala tjetër. Edhe kjo është një mënyrë se si në terapi ata shprehin veten, shprehin nevojën edhe arrit një bashkëpunim i mirë pastaj, edhe një pikë tjetër që del shpesh edhe duke që është çelësi për të sjellë ndoshta konflikt ose një ftohje është marrëdhëniet intime në çift edhe patjetër që trajtohen edhe ne i ndihmojmë në këtë fushë pastaj. Aktualisht je duke bërë terapi me çifte të krishtera dhe jo të krishtera. Mendoni që çiftet e krishtera janë të hapur për shembull ndaj intimitetit, të themi? Pra ndaj disa çështjeve që deri dje janë konsideruar tabu për cilat nuk flitej fare në shoqërinë shqiptare. A vjetre ndonjë dallim apo të gjithë çiftet janë të interesuar? Në fakt të gjithë çiftet ngurojnë ta prekin si temë. Nuk është që është një gjë që ata e sjellin, por ajo del gjatë rrugës. Edhe pastaj kur preket, edhe krijohet një ambient i rehatshëm, edhe i besueshëm, patjetër që pastaj ndajnë shumë edhe duket që e kanë shumë të nevojshme. Ndajnë, janë shumë të hapur, edhe pastaj duke bashkëpunuar me njëri tjetrin arrijnë të gjejmë në mënyra se si mund ta përmirësojnë këtë fushë të jetës tyre në çift. Po konfliktet si mund të trajtohen? Në qoftë se ke ndonjë situatë për shembull konkrete, sigurisht që përderisa një çift përfshihet në terapi, do të thotë që ka një lloj konflikti mes tyre, por ndonjë gjë tipike për shembull që e keni vënë re gjatë punës në qendër. Ju e tha që përderisa një çift ka në terapi ka pas konflikt. Edhe ne vim ndoshta edhe si kulturë që kur kemi konflikt kërkojmë ndihmë, përpara disa gjëra nuk i bëjmë shumë re. Edhe kur ata vinë me një konflikt, unë kam vure të paktën në terapi që burrat kanë nevojë me shpreh më shumë veten e tyre dhe ndihen sikur në familje nuk arrin dot me i thanë gjanat për shkak se krijohet një konflikt dhe më i madh. Edhe kënaqësia e tyre e madhe është që këtu unë mund t'i them ç'a mendoj. Edhe nganjëherë ka konfliktet aty në mes nesh. Pra nuk janë mësuar akoma të merren me konfliktin, me një çështje dhe kalojnë konflikte dhe vazhdojnë akoma edhe kur janë terapi. Përpiqemi me i lanë me u shpreh dhe pastaj mu qetësu, pra nuk e lam seancën pa u qetësu të dy çiftet. Ka teknika konkrete që përdorni? Se kur flasim për teknika, sigurisht që psikologu mund të ketë 100 në mendjen e tij, por diçka të thjeshtë që ju përdorni, që është shumë konkrete për çiftet dhe që mund ta bëjnë lehtësisht. Ka disa teknika, ndonjëherë njëri partner është gati me e bën, partneri tjetër nuk është gati dhe kjo pra nuk arrihet shpesh herë, por një teknikë që unë e bëj disa herë është që ju kërkoj secilit prej partnerëve me shkruajt 5 gjëra pozitive për njëri tjetrin, sidomos çiftet që kanë një konflikt vazhdueshëm. 5 gjëra pozitive, 5 momente të bukura që kishin kur ata u njohen. Edhe kur ata i shkruajnë këto, përjetojnë edhe një herë ato ndjesitë e bukura, përjetojnë edhe një herë një vlerësim, përjetojnë edhe një herë një dashuri për njëri tjetrin që duket që janë aty, po janë harruar për shkak të situatave që dalin. Në fakt kjo është një teknikë shumë interesante. Mendoj që mund ta bëjmë edhe gjatë jetës sonë të përditshme, për shembull, qoftë mes miqsh apo mes familjarësh të tjerë. Por a funksionon në çift? Po, funksionon. Funksionon, zakonisht unë shikoj buzëqeshin fytyrat e tyre, ndërkohë që i shkruajnë dhe ndërkohë që ja lexojnë njëri tjetrit, pra ato kthehen përballë njëri tjetrit dhe ja lexojnë. Edhe është një teknikë e mirë, krijon një ndjesi të mirë, ti e kujton dhe një herë kë ke përpara, nuk qen ka ai personi që vetëm bëjmë sherr, po qen ka dhe ky i dashuri se e dashura ime ditët e para. Por siç edhe ju e thatë, është një teknikë shumë e mirë për ta bërë edhe mes kolegëve ndoshta. Nganjëherë puna na merr përpara dhe harrojmë t'i themi gjëra të mira njëri tjetrit, kur në fakt kemi shumë të mira ose shumë mirënjohje për kolegët, për miqt, për njerëzit rreth nesh, kështu që është një gjë e mirë gjithmonë. Pra është çelësi që të përqendrohemi gjithmonë tek gjërat pozitive për cilat jemi lidhur me ata persona apo
i kemi përfshirë në jetën tonë. Po, t'ja kujtojmë njëri tjetrit është mirë. Ne ndjehemi mirë kur i marrim, edhe të mendojmë që edhe dikush tjetër ndjehet mirë kur ja themi. Absolutisht. Çfarë do të thosh një çifteve që janë duke u përballur me vështirësi, por hezitojnë të kërkojnë ndihmë? Unë do t'i nxisja në fakt që të kuptojnë që martesa e tyre është shumë e rëndësishme, që fakti që ata janë bashk është një bekim edhe është e rëndësishme edhe duhet të ecin përpara, pavarësisht vështirësive, edhe ndoshta është një moment që nuk është turp që ne me kërku ndihmë, nuk është turp që ne mund të shkojmë edhe të kërkojmë që një palë tretë na ndihmojnë, na këshillojnë, na dëgjojnë. Thjesht na dëgjojnë dikush ndonjëherë na ban mirë. Kështu që do t'i nxisja shumë në fakt që të marrin hapa, nuk ka asnjë gjë të keqe. Dhe për t'i inkurajuar më shumë, sigurisht që do doja të pyesja për përfitimin më të madh që keni parë tek çiftet që kanë kaluar në terapi. Unë do të thoja në fakt, edhe për çiftet po dhe për çdo njeri, një gjë shumë e mirë që ndodh gjatë përfshirjes në terapi është që ti njeh veten tënde. Ti njeh edhe kupton më shumë se në fakt çfarë ndjen. Ne duket që vetëm nxitojmë gjithë jetën edhe harrojmë me marr pak kohë për veten të kuptojmë se si ndjehem, çfarë pëlqej, çfarë nuk pëlqej. Kështu që është një gjë pozitive që ata mund të njohin më shumë ti veten e tyre. Pastaj edhe partnerin që kanë. Alma, të falenderoj shumë për gjithçka që ndave me ne, shpresoj që të jetë një thirrje për të gjithë çiftet, jo vetëm ata që janë të martuar, por edhe për ata që janë duke menduar të hedhin këtë hap të rëndësishëm në jetën e tyre. Është mirë për ta dhe për jetën që do të kenë më pas, që të kenë disa seanca terapie, qoftë paramartesore, këshillim paramartesor, se mendoj që jo të gjitha duhet të përfshim në emrin terapi. Të falenderoj shumë që ishe me ne, edhe shpresoj që të kem mundësi të kem edhe në ndonjë program të ardhshëm për të folur ose për të ndalur specifikisht në probleme specifike, për shembull, si çështjet e intimitetit, që ishin shumë të nevojshme për të diskutuar. Mikesha të programit Shpresë për ty, jemi në fund të programit ton për ditën e sotme. Unë ju inkurajoj që nëse keni ju vet apo dikush që është pranë jush një problem që ka të bëjë me marrëdhëniet në çift, ne ju inkurajojmë që të drejtoheni tek Tirana Counseling Center. Informacionet për të cilën mund t'i gjeni në internet, mund t'i gjeni në Facebook dhe në Instagram, por gjithashtu mund të na shkruani edhe në adresë të programit ton dhe ne do t'ju lidhim me këtë qendër nëse ju vet nuk mundeni. Ju kujtoj se letrat tuaja mund t'i dërgoni në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, mund të dërgoni gjithashtu një email në twralbania@gmail.com ose një mesazh në faqet tona në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Këtë program mund ta ndiqni në YouTube, ashtu si edhe të gjitha programet Shpresë për ty, playlistat të TWR Albania Shpresë për ty 2025. Tu po ndahemi së bashku, ju urojmë një ditë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.